Dhe ju falenderoj që jeni në studio. Arita, përshëndetje doktoresh. Faleminderit shumë që jeni në studio, përshëndetje Zana. Faleminderit shumë që jeni në studio. Tani para se me nis, kështu jemi në frymin e kampionatit botror, sa keni ju lidhje me futbollin, sa i ikni, sa është prezent futbolli në ambientet shtëpisë doktoresh? Në ambientet shtëpisë s'po kemi shumë kohë, po e dojmë. E dojmë edhe jemi, anojmë ka njëherë edhe bërtasëme, gëzohemi, kur kemi normal, kur janë ato lojnat, sidomos kur lunë Kosova, Shqipëria, Vlon gjaku më shumë. Na vlon gjaku pa tjetër. Sidomos këtë lojnë e fundit, Kosova me Turqinë që hupi, ai s'unë kemi ardhë në vetin do këtë një mujë. Jam rritë me një familje që sporti ka qenë pjesë e rutinës, pjesë shumë e madhe e bisedës, po m'ju tregu që ka qenë gjithmonë iniciuar prej mamit, jo prej babit, po që është ndoshta pak ma e veçantë. Këtë kampionat nuk e di për ty mam, une nuk e kom po as në lojë. Kështu që jemi njavën e parë, kemi ende kohë nxehet gara ende më shumë. Duket sporti është ideal për më u largu nga stresi profesional, kështu, me bën një pushim shumë të madh nga kjo, kështu që... Pa tjetër, edhe shumë kemi qef disa lojna që e thash, kur janë kështu për neve shumë të mira dhe interesante. Unë për ndryshe i kam edhe dy vajza tjera, Dianën, që është studente mjekësisë dhe ajo, edhe Arianën e stomatologjisë. Dhe ne 8-4 kur bojemi aty, shqyqyr që është loja, e largohemi pak prej mjekësisë. Se sidomos Zana, tregon storje, tregon aty çka po ndodh, në kirurgji, çfarë raste. Nuk largohet shumë let prej punës, Ja, jo let, po hiq. Tani më trego pak doktoresh, para se ndalim tek Zana, si ishte e mundur që të trija vajzat me i tërheq nga fusha e mjekësisë? A ishte dëshirë tyre si e vogël apo ishe një role model për të trijat? Po me siguri që ajo se me të vërtet unë nuk ja kom imponu. Mos tem për kundra, nuk i kom thonë që mos e merë ose diçka, po në mënyrë indirekte pak i kom tregu se... Benefitet? Jo, benefitet, po vështirësit. Jo, ka dhe benefitet, po mësën shumë. Mas pari i kom tregu vështirësit, se mjekësia donë me të vërtet një përkushtim të madhe, donë një energji të madhe, donë një lodhje natyrisht, e donë edhe pasionin edhe dashurin për punën. Mirë po tash, me të vërtet jam krenare, që jam nana të trijave, dhe tash Zana më veç është mjeke, ato dyja tash problemet me provime, tash jam krenare se pesho se sa është e përkushtume dhe me sa pasion e punon punën. Po të thomë, 24 orë me lonë, folë për kirurgji. Tani më thuaj, sa është e vështirë me ty me i përballë këto sfida, për cilat nëna ka folur dhe më herët para se ti t'ishe mjeke, tani përballë e jote me to, a ishte ashtu si që mendoja, po doli më e vështirë? Shpan me të regu drejtën, unë si fëmi e kom pas një averzion ndaj mjekësisë, ndaj spitalit, ndaj gjithë shka që ka bo me spital dhe me këtë profesion. Po me kalimin e kohës e kom kuptu që aja averzioni jam ka qenë me bazë të një mungesë që e kom një, që s'ka qenë qatë shumë prezente për shkak që ka qenë non-stop në punë. Edhe tu pjek emocionalisht e kom kuptu që aja averzion faktikisht s'ka egzistu kur, ka qenë veç një dëshire jamja për me pas mamin ma ofër, edhe e kom kuptu që une nuk di që a kësha bu nëse si shabu mjeke. Ka plot njerë që thojnë me marrë mundësia dhe njerë me zgjedh këtë profesion, kurse kësha marrë. Une i përkas asaj gjysmës tjetër që thëmë, une 100 jetë mi pas, prap e kësha marrë këtë profesion. A ke pasur ndonjë, nuk e di sepse e vajza e madhe, a ke pasur ndonjë, a gjithmonë mjekësia ka që se më këtë kurrite, me kur jemi të vegjel, friksohemi pak prej? A, B, C dhe D gjithmonë ka qenë mjekësia, kështu që unë nuk besoj që isha dorzu derisa e kësha arrit. Ka qenë sfida e parë pranimin në fakultet, ajo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe, po kur pikalon sfidën, mas ne shfaqen këto sfida tjera gjithmonë i harën, ki tendencë për jaru këto të parat, po deshta me thonë që ka ndryshu, si fëmi, gjithmonë e kom pa mamin në atë aspektin, kjo po punon shumë, edhe e kom pa si një superhero, gjithmonë, po të urit i kom pa që mas asaj pelerinës të superheroit, shfaqet diçka tjetër, shfaqet një sakrificë shumë e madhe, edhe më ka bu me admiru më shumë.
Lodhja juaj nuk është vetëm fizike, është edhe shumë psiqike, dhe me thonë është një investim 24 orësh që bëhet në këtë profesion dhe është një risk shumë i madh për të marrë mundin guximin për të hyrë këtij profesioni dhe besoj që ti në fillimet e tua vetë se e ke ditur se çfarë rrugë je tani. Çfarë sa qëndron kjo që tha mami që shumë e ke vështirë mu largu prej punës, është 100% e vërtet. Unë mendoj që njerëzit gjithmonë kur pyeten si profesionist mjekësor çka janë vështirësitë e profesionit, ka një tendencë gjithmonë me fol për vështirësitë e profesionit në anën profesionalizmit. Po unë mendoj që vështirësia vërtet qëndron te ajo ndarja që e bën shtëpi ose jetë personale me profesion. Aty është e gjithë esenca. Gjatë jetës, siç e përmenda, mami mendoj që e ka bën një punë të mrekullueshme të ndarjes. E tek këto unë e kam vrejt tash, si që po e bëj profesionin e njëjtë ose ngjajshëm me mamin, kam vrejt sa vështirë është mu nda. Se unë nuk ka njerë mendoj që nuk e bëj një punë që është mirë sa mami me u nda. Kjo prapë ndan e ka kuën e vetë, e ka spitalin, i ka pacienta që non stop është në kontakt me ta, po prapë ndalet. Unë ndoshta pse jam fillim, unë s'po muj halo me bukë ndarje. Mendoj që është një sfidë që kam e kalu shumë. Vjen me eksperiencë, po se apo jo doktoresh, vjen pikën që ti ndarjen e ke me thik, në formë se tjetër, a? Eksperjenca e bën vetën edhe po mundohem në darkë kur të shkojmë në shtëpi banesë me vajzat, po mundohem ta kem një ambient ma të relaksum, që në i futbol me këshyrë, në i koncert, në i eshtrojmë darkën, e pim në i vena, diçka, edhe mundohem ta bëj me të vërtet një atmosferë ma të mirë, po tash edhe ato dyja, kjo fillon me fol diçka, se harron. Ato t'ja të vazhdojnë. Ato më ndojnë për problemet e veta, provimin, këta e kom kështu. Ti çfarë bën ato momente? Ku qëndron ti në ato momente? Çfarë Unë në ato momente veç shkoj edhe i lajem. E gjej një rrugë tjetër. Tani, përse sa e krenare, me vajzat e krenare me vetëm shumë, kur bëjmë intervista shpesh për rrjetet sociale, kur përmendet emrit, ke shumë lavdata për punën që e bën. Realisht që vin nga nëna, vin nga prindrit, kryesisht nga familjar, për mënyrën se sa e përkushtuar ndaj profesionit. Nëse doja përmendje me pak fjalë rrugëtimin tënd profesional deri më sot, sepse ka nisur para luftës me shkollim e gjithçka tjetër, si do ta emroje? Çfarë titulli do t'i jepje? Sa sheh veten me fat në këtë rrugëtim doktoresh? Po, jam edhe me fat, por jam edhe pak pa fat. Pse ke dita? Jo, nuk është që është mvarë prej meje, po kjo është ai represioni i sërbëve që ka qenë. Prej vitit 90, do më thonë unë veç kur kam qenë absolvente, po ta kry gati krejt provimet, se 84-85 kom qenë vitin e parë studime, dhe 90-ën i kryetëm krejt, e në atë kohë fillun me i largu prej punës profesorat tonë, dhe mas pari fillun në profesorat e ginekologjisë. E mu më patë metë, jo veç mu, ishëm edhe një qendë është ta studenta, në patë metë vetëm provimi i ginekologjisë dhe e fundit ajo mjekësia ligjore, dhe i largun krejt prej punës edhe në vetëm. Vetëm, do me thonë, gati 6 vjetë, në studime, mundet, gjitha me krysa ma shpejt, edhe vetëm kërkon heq. A zbej pak dëshirën, entuziasmin e doktoresh? Jo, vetëm normal, ajo ishte edhe një situatë shumë e vështirë, tash nuk ishte edhe shumë e rrugës, unë e ti përmendja studimet, provimet, edhe pse në atë kohë, unë atë brengë kom pas, përveç se brengës së përgjithshme të popullit shqiptar, edhe ne morëm në vendim të gjithë, po mendoj Kosova, atëherë presidenti Rugova, që mos të hymë në ato, në fakultet të mjekësisë, do më thonë atëherë erdhen të gjithë sërbët aty. Shqiptar më nuk ishte, edhe erdhen sërbët, edhe na me hy në provim të sërbët, nuk pranum. Edhe ashtu ishte edhe vendimi, edhe nuk jenëm. Nuk hymë aty në provim, edhe metëm tash qka me bojt, që është disa shku në Sarajev, edhe i vazhduni, dhe në ato 2 provime, edhe diplomun atje Sarajeva, Bosnia, do më thonë, na i pranoj këto të gjitha provimet që i kemi dhonë deri atëherë. E unë kur deshta me të vërtet u pranova, i dërgova krejt dokumentat, filloj edhe lufta në Bosnje. Shësat këtire ka pas mami, Zara, përse në qko për balë,
Pastaj në vitin 2005, a ke nisur specializimin, a ke përfundu? Jo, e kom përfundu. E ke përfundu. E kom përfundu. Tek, do me thonë, kur u kry lufta, fillun mandej. Tash, në 93-4, atëre lufta në Bosnje, fillun këto paralele, se diplomova. Une në 92-shin, kur fillun këto organet paralele të Kosovës, e dine, ndoshta, ju keni qenë vegjel, po atëre në përshpia. E këto e krytëm që ato dy provime dhe diplomon. Mirë, po ajo diplome jona nuk u pranoj ke në përshtete tjera për me fillu ndo një specializem. Isha në Turqi, shkova, disa herë kemi tentu, nuk na i pranun ato provime, apo mendoj atë diplome. Tash e vetë mja rrugë ma ofër këtu, se në atë kohë me shku edhe në Evropë dika ka qenë shumë shtirë, në Beograd natyrisht që nuk shkova, ishte edhe Tirana ishte opcion, mirë po edhe në Tiranë fillun ato trazirat, unë taman kur dojsha me shku diko një luftë. Në 4 anë një luftë. Edhe thash, sa pori, sa hala, do me thonë, specializimin deri sa ta marrë dikon, diçka me ndojsha, shpresojsha gjithmonë që ka mu bo ajo, se unë nuk jam një person që dorzona. E thash, hajt ta lindi një qikë që të... Edhe me të vërtet gjithmonë kom pas shef qikë. Edhe thash ta lindi zona. Që erdhe në cilin vit erdhe zona? Në vjetor të 12-12, në 96-ës. Qëfar mendove kur e për e të parë zonë? Do më thonë, qëfar ndryshimit sole ty njetë, po përse është momenti më i bukur që endës e të banë mend, po qëfar të sole, qëfar përjetove në atë moment, duke marrë pasysh edhe për qëfar studioja? Po, zdivi që di që kom qajtë. Shumë kom qajtë, për egzimit natyrisht, dhe e kom marrë në dorë dhe prej që ati momenti, kër e kom përqafu, deri sa o rritë, po mdo këtë e kom mytë, krejt e kom lodhë, se s'ka pas shansë, unë e me kapë në dorë zonën edhe mos me përqafë, mos me puthë. Edhe pse foshtë ja thonë që nuk duhet puthër, dy apshin e partë të rejtë. Në flokë. E në flokë, okej. Nuk vazhdo me jetën dinamikë. Ka ndryshuar rruga, Tasha, nuk është e gjejta. Edhe me të vërtet, me njëherë, nuk e di pse veç e kom paramendu një bajtë që ashtu... Zana, kur ka përfundu puthje? Kur kanë lindë motrat. Kur ka lindë motra e dyta, tani, sa ke qenë ti në presion si vajza e parë nga nëna, sa ke pasur pritshmëri, sa ka pasur pritshmëri për ty? Dhe më thonë që shkollohesh, që ti bësh krenar, që ti është ajo e cila vazhdon një mbjemër, më thuaj pak. Një ditë shumë para 2-3 dite më duket, në mënyrë shumë spontane hapëm këtë temun edhe mami. Mami ma vënë një pyetje shumë interesant, ta zata, kanë qenë ta unë prendi rept. Edhe përgjigje em ke jo në kuptimin e partë fjallës, unë nuk kom pas restrikcione, ma i men kur bëjshin krahasimet me shoqet e mija në për fillore ose në të mesme, nuk kom pas restrikcione klasike, një orar caktum kur me u kthim shpe, ose që kam lejot me bu qka. Unë ato veç që kom pas të implementume në vetën tem, unë e kom ditë ku i kom kufit, e këta që shë ka bojë gjithmonë në pësë. I thëmë që shë ka arrit ti që të mënyrë, po, që me të instalu këta kufejnë pati potensu. Mi ke bo këto kufi që kurs mi ke përmend. Po, prapë mendoj që nuk është as pak prendi rap në atë kuptimin e partë fjallës. Mendoj që këta kufit i ke nga në të parë, jo nga në të tanë. Sigurisht, po pritshmëri mendoj që ka shumë. Ka pas gjithmonë, edhe vazhdojnë fëmija i pare gjithmonë. Ato pritshmëri të saj më njekin edhe sot. Edhe s'po nalën. Edhe nuk nalën, edhe mendoj që është edhe një arsye pëse i kom bo krejt që kom bo deri tash. Sigurisht ka qenë kjo, i ka bo këto pritshmërit masive që i ka. Për mu i ka bo në mënyrë shumë të këndshme. Tani, po temi një presion, kushtimisht po them presionat, cili ka qenë vazhdimisht nga nëna për ty? Një presion vazhdimisht është pjesa akademike. Pjesa akademike që unë edhe, do shta edhe pa presionin e mamit e kisha pas me bu, po gjithmonë ka qenë zonë, tregoj vetën. Kjo ka besu gjithmonë mu, sikur besoj që gjithdo nënë, po gjithmonë besën ose sheh e një natyrën e fëmijës vetë ma mirë se ne që mujmë para se me qenë pjekt. A ka qenë ajo që të ka duar trokit, apo ka qenë ajo e cilat ka thënë që mund është ende më mirë? Dhe më thonë të ka motivuar që mund të bësh edhe më mirë se ka qa? Muj me thonë që i ka bu, kjo është një pyetje që ja bëj shpesh, që i ke bu paralelisht dyja. Dhe më thonë ka duar trokit gjithmonë, po gjithmonë ka thonë ti mund është edhe më shumë.
ti mundesh edhe ma shumë, dhe kjo ti mundesh edhe ma shumë, gjithmonë më ka shty me vazhdu. E ka një metodë shumë të mirë që gjithmonë shtyn me përpara të bën me besu që mundesh me bojë gjithë shka, po të ta mbajt shpinën. A të mban pak me hatër prej motrave tjera, jo? Si ndjen të raport, sa po mësej që nuk ndanë, unë jam shumë i bindur, po sa të ka më afër vetit, sepse më shumë jetë ka me ty? Po, ka me vite nëse me ndosh, po, me kvalitet. Edhe kvalitet edhe jetë gjatësia. Një shako familjare interne që e bojmë që fëmija i preferumi mamit është e vogla, është Ariana, është stomatologja, kështu që gjithmonë e ngacmojmë që më falë, kur të më thirë në telefon dhe njëherë, zonë, ku je, të më falë, mos ke dosh me thirë Ariana, mos e ke thirë numrin e gabum, po të fmit gjithmonë ekziston kjo tendenca e krahasimit. Mendoj që me mamin e kemi një lidhje të veçantë për shkak që kam qenë vetë, 6 vite për ndoshta kam qenë vetë. Ta tregoj më falë veç pak një rast, kur zona gati 6 vjetë veç unë me zonën, edhe ma lup keni motër. Edhe u bo motra. Erdi njetë. Edhe pëthiri zonën në spital, po e binë zonën, hajde zonë, hajde që ka me që kusht motra jote që nuk ka hi, veç prej derës, më ka këqyr njerë më rojë të shto shumë, edhe veç ka thonë ma prishe lumëturin. Se pas një pasë në njështë është dëshirën për motën, me po, gjallë motën. Rëzikohet pak pas taj ratia jote. Sinqerisht po, veç mbetët edhe gjithmonë ka me qenë, me thonë, dhuratë, më duket ka njerë shumë egzagerim, po është pjesa ma e bukure e krejtje të sa me motrat e mija. Kështu që janë dy vajza fenomenale. Unë gjithmonë e bëj edhe këtë shaka që janë verzioni maj miri jemi, edhe mendoj që mami me ato dyja sidomos se ka bo një punë mrekullueshme. Që me ty ju, a? Ti ke qenë provë për ta, kja ka qenë provë për ty. Sikur pallaqinka e parë, gjithmonë të prishë. Tani të regom, sa ka muhabete me juve të trija për mamin? A e komentori mamin shumë? Pytje që qëllume. Mami është tema e bisedës tonë 80% rasteve. Kur fëmija rritet, nëna bëhet një lloj se nuk duhet. Nuk duhet mos ta gjej fjale dur, po bëhet një lloj objekt. Teme diskutimi, për çdo aspekt e temë diskutimi. Ndrohen rolet kështu në një mënyrë kogja drastike, pa e bukur se ta që tjetë, një realitet i bukur. Unë e kam një admirim shumë të madh për mamin, po flasë se kemi edhe një tjetër shako që e bojmë, ka njerë nuk dija mi qos doktoresha Rita në punë, a mamë. Ko marrët me një përfundim që bëjtë thëmë doktor mam, që kjo më ka dhënë një mes. Në Mantel, drejtori me doktoresha civile, doktoresha mam. Po doktoresha mam, është një verzion i mirë. Më pëlqen të mami se tashun e këtë rolin e nanës, Alon nuk e kom... Mëse lavdo shumë shaje pak është, me stek shaje pak. Nuk e kom eksperiencu ende, po një diçka që kom qef me ja përmend, që ndoshta para atë bisedën tonë që e bënëm para 2 dite nuk ta kam thonë, pëlqen qysh në ka rritë, e ka sakrifiku këtë pjesën e amësisë, u ndoa për i punës vetë, kur kjo në karakter është shumë karieriste, është shumë ambicioze, edhe kur si kalon ato anash. E shë një tendencë në shoqnin tonë që gjithmonë është një peshore, a kime qenë nane mirë, a profesioniste mirë. është një egoizëm i ndarë shumë... është shumë i ndarë dhe tendencë në shoqëri po e shoqë që në moment që buhet dikush nanë, është sakrificë me ullon anë është profesioni. Ose dikush që vrapën mas profesionit është tynë, ose me thone, s'po du me thone neglizhan këtë pjesën e amësisë, pëlqen të mami që kur nuk e kalon ambicin e vetë. Vetën e ka pas gjithmonë, karierën e vetë, edhe është diçka që mu, po edhe motrat e mija i ndjekë sot. Më thonë, unë ndoshta si fëmi, ja kom di mungesën dhe njëherë që s'ka qenë prezente me mushqy, ose me mvesh për një koncert, ose diçka. Po sot me kuptema jo mungesë. Po është qa që pa rëndësishme ajo, po e rëndësi është që ato momente që i ka pas kanë qenë qaq me kualitet, më thonë, nëse ka pas një orë për mu në 24 orë të ditës, kur ka qenë kujdestare, qatë orë ka qenë 100% me mu.
Dhe kualiteti është ajo që ka rëndësi. A ishte e vështirë kjo doktoresh? Kjo sakrificë mbase familja, karriera, dëshira për të qenë diku mirë në pozicionume në profesionin tënë. Sa ka qenë? Që të marrim këshilla dhe ne, edhe ata që të na shojnë. Po dhe vajza këtë rast. Vështirë shumë të dyat mi balancu. Mirë po që ta dhe zona është me rëndësi kualiteti. Dhe më thonë ka disa nana, tash nanat kos kemi pas kështu smartphone, tash nanat shumë përin telefone dhe nuk po mirën ndoshta edhe shumë. Disa, s'po thomë të gjitha, një muhabet i mirë, një bisede mirë me fëmi, edhe kur është e vogël, krejt është shumë ma e rëndësishme dhe fëmijët i mbajnë mend që ato bisedat shumë ma shumë. Kur je prezente. Teshat, kur janë prezente, ai përqafimi. Jo vetëm fizikisht, po prezente në kuptimin e edhe fizikisht, po edhe fizikisht, sidomos. Unë jam pro atyne që veç do të mi përqaf, veç do të mi puth fëmijët me i dasht, edhe mendoj që fëmijët që rriten me dashni, gjithmonë janë të suksesshëm. Nuk mendojnë ato që po e lasdron fëmin. Nuk i person atyre perspektive, jo. Nuk mundet një fëmi kur është i dashton, edhe kur e din që pedon prindi, dhe e ka për gjithë shka, nuk mundet me qenë, nuk mundet me marë, nuk ve besoj që mundet me marë rrugë të këqia, a i fëmi, kur rritet me dashuri. Kështu që ato pjesë me të vërtet kanë qenë vështira, mirë po unë kam pas edhe fatin që printe me, baba dhe nana, shumë janë kujdes për vajzat e mija, dhe këto nuk e kanë di edhe mundje sëmtime, ata shumë i kanë dhonë dashni, kështu që edhe unë ma rahat kom qenë në aspektin akademik, kom ujtë mi kushtu shumë a shumë kohë, studimeve, mësimeve, specializimeve, trajnimeve, shkollimeve, tjera. Dhe kur u kthejsha me atë energjin shumë të mirë, që do më thonë, ka njerë merë Kemali, kur shkojsha dhe jashtë dika, veç të isha mezi për presë momentin, veç ti përqafoj ato. Ta bëj një pyetje pak më të përgjithshme, jo vetëm kur janë fëmijët e veç, por në aspektin tënd, sepse ke eksperjenca dhe personale për profesionale, çfarë bën një nën të mirë, doktoresh, thuaj? A ka parime, a ka regula bazë, a ka diçka të shkruar, është e letë, më thuaj pak? Jo, nuk është e letë, është shumë e vështirë, dhe shumë psikologë, psikiatra, shkruajnë libra, teori din shumë vetë, me tregu se qysh do të më urrit një fëmi. Mirë po në praktik, jo gjithmonë ajo teori ka më në fakt praktika ka më u bazu në atë teori, sepse edhe të gjithë ne, nanat, prend, jemi karakteret të ndryshme, por edhe fëmijët mund me qëllu, nuk mund me qenë të gjithë fëmijët njësoj. Të gjithë fëmijët, po mendoj, disa fëmijë kanë karaktere tjera, disa tjera, dhe tash qasja ndaj tyre edhe mundët me ndru. Disa janë pak më të brisht, disa janë pak më të butë, si për shembull Ariana. Shumë ndryshme për zonës, a? Zona Ariana, është ashtë kujtimi kam. Dush, do të me uqas me shumë një butësi, me shumë një brishtësi. Edhe zona është ashtu, po zona e ka një forcë, një fuqim pak ma të madhe, edhe mund është me uqas edhe ma ndryshe me zonën. Tani për këtë ato gro që përna shojnë, që janë bërë nëna, ose që janë në pritje për të bërë nëna, cila është një këshill kryesore që do doje t'ja përcjellet? Vetëm me dashni, dashni edhe kur gabojnë fëmijët, do të me i dashtë. Që kjo është ajo, do më thonë, sugjerimi jem, edhe mesazhi jem, se fëmijët mas shumë t'i ka nevoj për nanën ose për babën, për prind, kur të gabojnë. Dhe prindi do të me dashtë në ato momente kur gabon, se kur është i mirë, shumë letë është, po kur gabon, që atëherë do të jo me largu, jo me arogancë, edhe kjo. Aroganca hiç nuk është e mirë për një edukim të fëmis. Disiplina natyrisht, ku derisa e lejon, për shembull, janë disa prind, jo me minuta, jo, une nuk i kam ato, ndoshta e kam gabim, por nuk i kam pas, jo mundu, ndoshta pak, por i kom toleru gjithmonë, gjysore, një orë, e tjera. Mirë po, aroganca e tepërt edhe
ajo krenaria e madhe e prindërve, si dhe qasja me atë mënyrë, do më thonë me atë arogancë të fëmit, ajo i bën fëmit shumë të tërhjekun, shumë introvert dhe i bën të friksuar. Edhe mas shumë i bën që mos të kenë vetë besim, që kjo është. Një këshill për fëmijët, për gjëratën e zësim u sjell me prindrit. Çfarë do t'i këshillojë fëmijët? A duhet të kenë më shumë durim për prindrit? Çfarë duhet të kenë? Patjetër durim, sepse me i lon pak telefonat edhe më u marr pak me përqafime me prind. Që kjo është durimi tyne. Zonë, cila është tema jote e preferuar me mamin? A ke ndonjë temë që kur pini kafe e ke si dëshirë shumë e diskutu me mamin? Që nuk është punë? Që nuk është punë. Ose a i keni vajzat e nda me temat me mamin? A keni më shumë love life? A keni më shumë friend life? Si keni? Me mamin friend life, më ndaj që unë jam shumë jetare e bisedave të thella. Po me njerëz të caktuar. Me mami gjithmonë më motivon me u fut thellësive. E kështu që tema që ne i marrim janë zakonisht analiza e personaliteteve të njerëzve. Këto me dikën që kemi has, ose ndonjë ngjarje prej ose i punës, ose jetës personale, ose shoqërisë, ose diçka, gjithmonë kam qef me analizu personalitete me mamin, edhe kjo na lidh shumë. Gjithmonë i analizojmë në mënyrë jo me freudiane, me psikoanalizë, edhe pse teoritë e Freudit vazhdimisht po binë, po sidomos kjo është një diçka që kemi shumë të përbashkë që analizojmë. Sa beson që nënën duhet me kursy dhe nuk duhet i treguar nënës gjithçka? Sa e praktikon ti këtë? Sa e kursen mamin nga problematikat e tua ditore që nuk ja vlen trofejen? Mami e tha një fjallë që tha nuk është çdo fëmijë i njëjtë. Edhe prej një nanë dhe një babet njëjtë, prap nuk dalë njëjtë. Njëjtë mendoj që nuk është edhe çdo prind i njëjtë. Me mamin e kam një qasje që nuk e kursaj. Prej temave ma banale, deri te temat si thash, ma të thella, ma intime, unë nuk e kursaj. Edhe jam shumë e hapur me këta, edhe nuk mendoj që duhet më kursy. Edhe përse në të ardhmen e ke shembull më të mirë se si duhet që t'jesh një nëna. Po, nuk e kursaj për asnjë temë, do shta kursaj për do dinamika ditore, pa nevojshme që s'ka nevojë me i ditë, po për ndryshe kam qef me bisedu me ta, me marrë këshilla prej saj, edhe vazhdoj me ja lodh krycën ndonjëherë. Sa ka pas ndikim mami në specializimin tënd? Në specializim, me thonë drejtën nuk... A ke marrë një mendim saj? E ko marrë një mendim, po nuk ka pas ndikim në specializim. Është nështë një prej fushave që s'ka pas që shumë ndikim. Shpendu në kom pas fat që më ka ra me punu me një mjek shumë të madhë me emër Dr. Sabrit Maven, që më ka motivu edhe vazhdojnë me qenë mentori jam gjatë rrugtimit tam profesional. Kështu që këtu mendoj që mami nuk ka pas qatë shumë ndikim në zgjedhjen e... Mami e ka pas vetëm, e kam pas një mentor prej fillimit që mund ka të rjek shumë kirurgjia. Në momentin e parë që e kom ranë kontakt me to edhe si studente, po edhe masanej, e kom di që është diçka që kom e bu. Mami ndoshta një ndikim e ka pas që ka thonë t'jut na me pediatri më shumë merë. Të me thonë që kjo ka qenë diçka që më ka thonë, po për ndryshe më ka qenë shumë mbështetëse në gjdo vendim që e ko marë. Në kirurgjia abdominale ka qenë pak heziton të me thonë. Për shkak të ngarkesës. Lodhjes. Është ndoshta një prej specializime me ngarkesën më të madhe, mos me thonë më e madhja, ngarkesë fizike, se psiqike kanë, gjdo specializim e ka, po ka qenë, si do qoftë, ka qenë shumë mbështetje. Jo, tash me të vërtet jam krenare që do të bëhet kirurge, që ka shumë pak femna kirurge. Me të vërtet është një sfidë se vynë edhe një kondicion fizik shumë, se ndonjëherë edhe ka dhëtor do të menajtë në salë. Tash është e re, shpresoj që ka më marrë edhe pak me gjimë, do të më pas kondicionin. Që edhe pak fizikisht dhe qenë më në shejtë. Po, për ndryshe, kur ka qenë e vogël, njëherë i kom thonë, se ta të regoj edhe qëta, kjo, po ja sheh në ashtë durët shumë të vogla i ka, edhe ja dhash diçka me qelë një shishe më duket, edhe nuk mujti, edhe unë e veç bona i gare, a zonë dy durët majta i qelë. Po shpen më ndjek
kjo. Të më thënë gjithmonë këtu më djekë, kom gjithmonë një zë që më qëndronë supë, sa që su një adalë diçka. Sa që su një adalë diçka, thë mami ka thonë i ki 2 durët majta. E ta është kirurge, para më rrë. Ta është kirurge me 2 durët majta. Ta është i ka 2 djapta. Unë falenderoj shumë. I ka 2 djapta. Po, falenderoj shumë që ishtë në studi, sepse regjia po bën gjatë gjithë kohës presion shkoj kohë i minutazhit. Një kënaqësi shumë e madhe, më pas studio, të frej shumë suksese, zona e ti që pret një rukëtim shumë i madh. Jam i bindur që do t'ja dalësh sepse ke një mentor, një nënë e cila po besoj të ka japur energjinë dhe inspirimin mjaftueshëm për t'ja dalë në kësaj fushë. Faleminderit shumë që gjetët kohë dhe ishte një nga bisedat më të bukura realisht, që sollëm shumë energji tek shikuesit mes dy relacioneve interesante dhe nënë e bie dhe edhe mjekët e dyja. Faleminderit edhe për juve. Lutem.